Shtetet e Bashkuara të Amerikës I kërkojnë klasës politike shqiptare që zgjedhjet parlamentare të 23 qershorit të zhvillohen sipas standardeve ndërkombëtare. Ambasadori SBA-s në vendin tonë, Aleksandar Arvizu, theksoi se zhvillimi I zgjedhjeve të lira dhe të ndershme do të kthente besimin jo vetëm të ndërkombëtarëve, por edhe të shoqërisë civile tek klasa politike shqiptare. When former Secretary of State Clinton visited Albania on November the 1st, Gjatë vizitës së saj të fundit më 1 nëntor, ish sekretarja e shtetit Hillary Clinton I kërkoi udhëheqësve politik shqiptar që të siguronin që zgjedhjet tuaja të ardhshme të jenë të lira e të ndershme dhe që të shihen si të tilla nga gjithë bota. Në radhë parë, kjo duhet të jetë në mënyrë që populli shqiptar të ketë besim tek rezultati dhe tek ju si udhëheqësit e tyre. Gjithashtu zonja Clinton ka thënë se demokracia nënkupton jo vetëm zgjedhje të lira e të ndershme, por gjithashtu edhe qytetar aktiv dhe shtyp të lirë, gjyqësor të pavarur, institucione transparente dhe përgjegjëse, dhe që janë llogaridhënëse kundrejt të gjithë qytetarëve, e që mbrojnë të drejtat e tyre në mënyrë të barabartë e të drejtë. Në demokraci, respektimi I të drejtave nuk është zgjedhje që udhëheqësit bëjnë ditaditës, por është arsye se pse ata qeverisin vendin. Një tjetër element shumë I rëndësishëm sipas kreut të diplomacisë amerikane në vendin tonë është që zëri të rinjve dhe I shoqërisë civile të dëgjohet nga leadershipi në vend. Civil society is a critical component. Një përbërës I zgjedhjeve demokratike është edhe rinia. Kemi parë që të rinjt lihen prapa nga politika, por udhëheqësit e zgjuar politik duhet kenë parasysh rinin. Shoqëria civile është një përbërës kryesor I zgjedhjeve demokratike. Përfshirja e saj ndikon në garantimin e dëgjimit të zërit të popullit. Demokracia e Shqipërisë do të jetë më e fortë nëse shoqëria civile do të angazhohet më shumë. Këto deklarata kreu I diplomacisë amerikane në vendin tonë I bëri gjatë një tryeze të organizuar nga Forumi Rinor Socialist, Fresh, me temë arsimi dhe punësimi të rinjve.